Jemi ftuar nga institucioni i Presidentit Republikës sot për një takim konsultativ lidhur me vakancat prej shumë kohësh në 6 bashki të vendit. Dhe dua të rishpreh këtu atë që i thash edhe Presidentit të Republikës se ky institucion duhet ta kishte ushtruar këtë detyrim kushtetues dhe ligjor që në momentin më të parë të njoftimit për vakancat dhe duke filluar nga e para që ka qenë vakanca e krijuar në Bashkinë e Shkodrës në gusht të vitit 2019 dhe brenda 2 ditësh nga njoftimi nga ana e prefektit të Shkodrës lidhur me këtë vakancë duheshin njoftuar brenda atij afatit 30 deri në 45 ditë zgjedhjet në Bashkinë Shkodër dhe më pas në të gjitha rastet, sepse respekti ndaj kushtetutës është një detyrim nga të gjitha institucionet. Pra dhe respekti që ka të bëjë lidhur me detyrimin që ligji dhe mbi të gjitha kushtetuta i ka dhënë Presidentit Republikës për datën e zgjedhjeve. Kështu që zgjedhjet duhet të ishin zhvilluar në secilin prej bashkive brenda afatit 45 ditor, nga ai afat që është afati fundor dhe për ne nuk ka asnjë datë. Data është e përcaktuar nga ligji dhe kushtetuta. Dhe nga ana e Presidentit Republikës jemi informuar se natyrisht ai është konsultuar dhe me institucionet përgjegjëse për organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve në Shqipëri dhe Presidenti i Republikës mendon që zgjedhjet e pjeshme të zhvillohen në datën 6 mars. Duke marrë në konsiderat gjitha këto afate, të cilat janë afate të përcaktuara qartë në ligjin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. Por ajo që unë dua t'ju them është që shkeljet kushtetuese të konstatuara ndër këto 2 vite janë shkelje të cilat natyrshëm duhet të mos kishin ndodhur, pra zgjedhjet duhet të ishin zhvilluar, por ajo që është e rëndësishme është që në këtë moment, pas edhe vendimit të qartë të gjykatës kushtetuese, të gjithë bijem dakord që ne kemi qenë në anën e duhur të historisë dhe të marrëdhënies me kushtetutën, dhe ndërkohë që besoj që edhe Presidenti i Republikës e ka kuptuar që ka qenë në krahun e kundërt të respektimit kushtetutës. Unë ju thash, të jesh dakord me kushtetutën dhe me ligjin është detyrim për çdo institucion. Kush e ka shkelur kushtetutën dhe ligjin deri më sot, besoj që tashmë ka kuptuar që kanë qenë gabim dhe po rindreqet me kostot përkatëse. Kështu që në këtë aspekt unë nuk hyra fare në këtë pjesë. Unë thjesht dhe vetëm ju duhet të kuptoni që ne jemi një Kuvendi i Shqipërisë është investuar në procese të rivendosjes së ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë. Të mos harrojmë që ka pasur një përpjekje për të penguar qytetarët shqiptar të shprehin me votë vullnetin e tyre në 30 qershor. Dhe ndërkohë që ajo që është shumë e rëndësishme është që ligjshmëria dhe kushtetueshmëria mbi të gjitha është orientimi ynë dhe pozicioni ynë në të gjitha rastet. Zoti Balla, pse u ka ftuar vetëm juve zoti Meta në këtë takim konsultues dhe pse kryetari i Partisë Socialiste u ka deleguar juve këtë kompetencë ndërkohë që mund t'ia kishte deleguar sekretarit të përgjithshëm zoti Gjikmuri? Kjo është një pyetje që duhet ja bëni Presidenti i Republikës. Por tashmë vitet mbi supe më bëjnë të kujtoj që praktika ka qenë gjithmonë që për zgjedhjet vendore konsultimi është bërë me kryetarët e grupeve parlamentare. Pra, ju jeni gazetare me eksperiencë, tashmë mund ta kujtoni këtë që gjithmonë ka qenë kjo traditë shumë vjeçare. Kështu që natyrshëm që kjo është një çështje për sa i përket nëse më ka thirrur mua dhe nuk ka thirrë përfaqësues të tjerë të grupeve parlamentare të opozitës, kjo është një çështje që duhet pyesni presidentin,
dhe natyrshëm besoj që institucioni i presidencës do të ketë përgjigje për këtë dhe nuk më takon mua. Unë jam gjithmonë serioz në marrëdhënie ndërinstitucionale. Zoti Balla, 6 marsi është afër, i keni gati kandidatët? Tani më falni. Sot kemi ardhur për këtë çështje. Më pas natyrshëm që unë u thash, Partia Socialiste e Shqipërisë ka qenë gjithmonë gati dhe besoj nuk kanë munguar komunikimet dhe me ju mediat nga kryetari Rama, i cili gjithmonë ka qenë shumë i qartë në pozicionin e Partisë Socialiste, sepse ju thash, për ne kushtetuta dhe ligji janë të panegociueshëm. Faleminderit. Si në 6 apo 3 bashki siç ka njoftuar KQZ-ja? Kjo është një çështje që përsëri është në jurisdiksionin e leximit nga ana e presidentit të komunikimit që ka pasur me institucionet. Unë ju thash, zgjedhjet në Shkodër, që ishin vakanca e parë, duhet ishin zhvilluar në shtator të vitit 2019. Është krijuar vakanca në mos gaboj rreth datës 19-20, brenda datës 2 ditëve që i bie 22 gusht, llogarisni 30 deri në 45 ditë nga ai moment dhe i bie që o në fund të shtatorit, o në fillim tetorit të vitit 2019 do të ishin zhvilluar zgjedhjet në Shkodër. Kjo nuk ka ndodhur. Pyesni institucionet përkatëse, unë kam marrur për këtë çështje dhe ju dhash informacion dhe duhet jam korrekt për rëndësinë që ka ky moment që ndodhemi sot, ku pas disa shkeljeve të njëpasnjëshme kushtetuese jemi në kushtet që tashmë edhe gjykata kushtetuese ka folur dhe kjo çështje ka marrë fund. Faleminderit. Hajde të vim president.